Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësita kumet Allah subhana, ata lusë dhe ati përgjërom që të lavdrej dhe të begoj dërgurin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazgjallë. Të ndëllëzër, janë të ndryshme metodat që njerëzit i ndjekin teksa dojnë për me e përshkrujt ose për me e perceptu një vlerë të caktume. Saksisht, një prej metoda më të shpeshta është metoda e përqasjes, qoftë duke i përqasur përcaktimet, çështu i bie mira dhe rrëdhëmisht çështu i bie keqja, ose ndonjëherë edhe duke i përqasur aktorët edhe personazhet e së mirës edhe së keqes. Çështu janë të këqit, edhe rrëdhëmisht i bie çish janë domethënën të mirë. Nëse na e kena në konsiderat rrjedhën e ajeteve që kena trajtuar ligjratat e kaluara, kryesisht ajetet kanë denoncim çish i bie mos me pas tamam po të kuptimin, çish i bie me pas të lajthitun qasjen, qysh i bie, domethënë, një bot kuptimi mushrikëve kështu më radh, domethënë kishte denoncim për antivlerat e mushrikëve dhe prezantim të tyne, edhe në anën tjetër kishte miratim të vlerave të tauhidit edhe të imanit. Derisa ardh në fund ai kërcënimi Allahu subhanahu wa taala që i kërcënon njerëzit që nëse jeni kështu, keni më konë prej banorëve të xhenemit. Mirë po, këtu fillimisht kisha pas dëshirë me analizuar një fakt, pastaj me hinë në trajtesë. Shpesh ndodh që kur do ti më përçasni diçka, e ka zonë që shibe e keqja, edhe pastaj do me kazu se këta tjertë janë ndryshe. Madje kur ti deklaron për dikë që kjo ndryshe, ti dhon vlerë më shumë se sa ata kishe lavdru. Për shembull, ti kishe thonë që kjo është i ndershëm, që kjo është besnik, e kishe lavdru boll. Mirë, po nëse kishe fol për njerëzit jo besnik, nëse kishe fol për njerëzit tradhtare, pastaj kishe thonë e këta janë ndryshe. Këtë rast këta janë ndryshe e duke sforcuar si vlerë më shumë se sa sikur të kishe fol direkt. Bile ndonjëherë për shembull kur do me të livdu dikush ose ti do me pas respekt ndaj dikujt ose ty të shtohet vëmendja dhe respekti për dikë i cili kësaj mendon për ty. Për shembull thot, jo, ky nuk ka çashtu. Fjala bie për shembull dikush ty të vlerëson shumë, për ty ka fjalë shumë miradie, ka shumë vlerësim e kështu me radhë, dikush thotë mos u gut se mundesh do shalla mu djeg. Thotë ngjo, megjithatë kjo ndryshe. Kur ti merr vesh se dikush për ty thotë kjo ndryshe, rrjedhimisht i bie që ti kemë pas edhe më shumë respekt edhe më shumë domethënën vlerë për atë njeri. Ndaj Allahu subhanahu wa taala në ajetet në vim na tregon se janë disa robë janë ndryshe këta. Nuk janë sikur që ata kam të fol deri tash, që i përshkrimi i ligjratave të mëparshme e këta janë ndryshe. Kjo që po vjen në këtë kuptim, që këta janë ndryshe, lëmë në kuptu që këta janë shumë të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala. Kush janë këta robë? Thot Allahu subhanahu. Saksisht e kena vetëm një ajet, ajetin e 9, me po sikur që e përmend edhe razja dhe të tjerë, është një ajet që ka shumë sekret. Unë jam i paaft për më shumë nxjerr këtë sekretet e këtij ajeti. Mirë, por megjithatë, vetëm po përpiqemi me pa diçka çka ka mrena këtë ajet, e pastaj ndoshta vjen dikush më i denj për më nxjerr edhe më shumë. Thot Allah subhanahu: "Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih." Nuk barazohen, keni vëmendjen, ajetet më bëjnë kom për njerëz që përndojnë mas shumë të në xhenem. Thot nuk barazon ata me këta të cilët e ka përcejnë natën në sejdë dhe qiyam në gjendje të kunutit. E ka përcejnë me kunut natën në sejdë dhe qiyam, kanë frikë ahiretin, i ruhen ahiretit, edhe e shpresojnë mëshirën e Zotit të tyne. Pastaj thot Allah azza wa jall: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Thuaj, a barazon ata çka din me ata të cilët nuk din? Innama yatadhakkaru ulul albab, me të vërtet mundën me menu, mundën me reflektu vetëm ata të cilët janë domethënë të mençur edhe të thellë. Keni vëmendjen, ekziston një model tash. Allahu subhanahu wa taala po na ka dhënë një model prej 4 veçorish. Janë 4 veçori që janë te ky modeli. Edhe kena më koncentruar te veçoria e parë, se kjo është ndoshta më e theksuar që ka nevojë për shpjegim, mirë po si tërsi, këta janë ndryshe nga të tjerët. Domethënë, krejt robët e Allahut i kanë vlerat e veta. Secili emër të qenit ebrar, të qenit muqarrabin, të qenit muttaqin, secili ka vlerat e veta. Sonte është një vlerë e radhës. Është një vlerë e radhës. Veçoria e parë që Allah subhanahu wa taala përmend, domethënë të këto 4 veçori janë veçori të fetarisë së brendshme dhe të jashtme, e para të qenit qanit, me pas fetarin me kunut. Jo kunuti lutja që bëhet në vitër. Kunuti kena me pa tuti inshallah është lloj fetarie, është qasje në fetari. E para është të qenit fetaria me kunut, e dyta është domethënë frika, e treta është shpresa dhe e katërta është domethënë elmi. Po e morëm veçorinë e parë. Po thot Allahu: "Qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima." Këta janë disa robër që quhen qanit.
qanitin, vend shumë të në rasteve në shumës qanitin. Çka ndodh me këta qanitin? Thot këta janë që e ka përcejnë natën me kunut, duke qenë në sejdë edhe duke qenë domethënë në qiyam. Çka është kunuti? Fjala kunut në Kur'an dhe Sunet e ka një prani shumë të madhe. Në Kur'an dhe Sunet e ka një prani shumë të madhe. Dhe rrjedhimisht domosdoshmërisht e kena patjetërsueshme me përmenën në krejt kuptimet e veta ose në shumicën e kuptimeve që pastaj me mujt me hin më në thelb të domethënë të trajtesës. Mirë po, keni një rregull të përgjithshëm që ju duhet zajër në fe. Domethënë, sado që një shprehje rrugton, për shembull dietarët i kanë përmendur fjalabia 10 kuptime të fjalës kunut. Megjithatë, edhe pse rrugton një fjalë shumë, e ka diku një lidhje në semantik, domethënë me kuptimin bazë. Domethënë, sado që rrugton edhe duket sikur kuptimi 8 nuk ka të bëjë me kuptimin e parë, megjithatë nëse gjurmon, nëse grryn, kimë ardh te kuptimi domethënë në bazë gjuhësor që e ka domethënë fjala kunut. Nëse na i kthehemi domethënë arabëve, i kthehemi selefit, i kthehemi fjalorëve, shkon thelbi i fjalës kunut, thot Dahaku, thot el kunutu alladhi dhakarahu Allahu fil Quran inma ya'ni bihi at-ta'a. Thot kunutin që e ka përmendur Allahu në Kur'an e ka për qëllim ta'an, bindjen, në nështrimin ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Domethënë, ky njeri kalon natën me kunut me nënshtrim. Ku e shpërfaq këtë nënshtrim? E shpërfaq në namazin e natës teksa është në sejdë edhe është domethënë në qiyam. Shumica e selefit, kudo që ka ardhur në Kur'an qanitin, qanitët e kanë shpjeguar me muti'in, njerëzit të cilët janë bindur edhe të nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Imam Tabiriu e përmend një ether që ka diskutim në aspektin ai atribuohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thuhet kullu harfin fil Qur'ani fihi al-qunut fa inna ma huwa at-ta'a. Cili do rast që në Kur'an përmendet fjala qunut është për qëllim at-ta'a, bindja ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirpo. Na nëse analizojmë që kunutin Kur'an, në Kur'an po vjen me kuptime ndryshme. Deri në taj kuptimi i largët që kunuti është me bë duan gjatë vitrit. Qysh kena me lidh keq të kuptime me fjalën ta, bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala. Le ta marrim një nga një. E para, e shonin Muhamedi Muslimi për Jabir ibn Abdullah, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdal. Është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili namaz është më i miri? Është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili namaz është më i vlefshëm, më i çmumi, më domethënsi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë tulul qunut. Namazi më i mirë është çaj namaz ku ka kunut të gjatë, ku zgjatët kunuti. Këtë rast, nëse ti e fal drekën, a ka kunut në kuptimin e lutjes që bëhet në vitër? Nuk ka. Atëre, çka për qëllim kunutin këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që u desh ka domthon me zgjat. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, al-qunutu huwa idamatu al-ibada sawa'un kana fi hal al-qiyam aw ar-ruku' aw as-sujud. Thotë kunuti kur të vën në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është për qëllim me zgjat ibadetin. Është me zgjat ibadetin, qoftë në qiyam, qoftë në sejdë, qoftë domthon ruku. Domthon, nëse na falmë dy vet, e njëri e zgjat më shumë rukun, njëri e zgjat më shumë qiyamin, njëri e zgjat më shumë domthon sejdën, namazi i tij ka më shumë kunut. Namazi i tij ka më shumë kunut dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është pyet, cili është namazi më i mirë? Ka namazi më i mirë që ai namaz që ka kunut të gjatë. Saktësisht thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, "Wa yuqalu liman atala as-sujud innahu qanit." Ai që e zgjat shumë sejdën i thuhet qanit. I thuhet, domethënë, qanit. Ku është logjika e lidhjes së zgjatjes së ibadetit, zgjatjes së rukus, zgjatjes së sejdës, zgjatjes së qiyamit, ku lidhet me fjalën ta, bindjen ndaj Allahut subhanallahu. Ti ju ki bind Allahut, ki me fal farzin. Ti ki bind Allahut, ki me fal namazin ku. Ku namazi i këtij shka e zgjat më shumë, më me vlerë se sa namazi i këtij që nuk ka të zgjat më shumë. Janë dy kuptime. Kuptimi i parë në vëllezër, qiyami minet gaditu Allahut, rukuja që për kulja dhe sejdja që me radhë për dhe janë format më kulmore të për uljes edhe bindjes. Domethënë nuk është bind dikush më shumë se sa dikush që ka rënë sejdë. Kështu që kuptimi pse fjala qiyam, sujud edhe domethënë ruku hetë kunuti ka të bëjë me çket bindjen kulmore që ne kena para Allahut subhanahu wa taala. Dhe arsyeja e dytë pse domethënë gjatësia ose zgjatja e sejdës, zgjatja e rukus, zgjatja e qiyamit, që kjo i jep vlerë dhe që kjo quhet kunut, arsyeja kryesore ndaj Allahut është se njerëzit të cilët veç e kryjnë sejdën, veç e kryjnë rukun sa për më kon valide, ky elhamdullah ka kryer obligimin. Por realisht ky nuk e ka shpërfaq bindjen e madhe. Për me thjeshtu,
Nëse dikush fjala bie për shembull i ka disa punëtorë ose disa miq, edhe kërkon prej tyre mi kry disa punë. Edhe ai e kryen e thotë unë e kryta edhe heca. Ky ka çetë bindje, ky ka çetë lidhje. Ai i cili thotë e kryta, a ka alo diçka? E kryta thotë a e i knaçt? E kryta unë alo rri. Domethënë njëri i cili rri magat në ruku siguri thotë Allahut, s'po largona pa u kënaqti me mua. S'pe kry sejdën pa u kënaqur me mua. S'pe kry qiyamin, thjesht domethënë thjesht veç ka përcë shpejt pa u siguru domethënë që Allahu te barekutaala domethënë i kënaqt me domethënë me robin. Kështu që qanit është robi i zhytën, jo robi kalimtar. Domethënë ai i cili e ka fetarin veç me të ngjyme, ai nuk është qanit. Kur Allahu subhanahu wa taala thot ata të cilët e ka përcejnë natën me qunut, ata të cilët zhytën ibadet, ata të cilët janë shumë të lidhur me ibadetin, ata të cilët nuk vesin sa wajib me thonë ruku. Po ai domethënë kështu me sa e afrohet Allahu subhanahu wa taala. Jo domethënë thjesht me shkak kryhet obligimi, po me shkak vërtetohet domethënë në shtohet bindja ndaj Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ai që është qanit, sejdja e tij është tjetër, rukuja e tij është tjetër, qiyami i tij është tjetër. Për shembull, imami i qanitëve, i qanitinëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu në farë zhytje ka pas në sejdë. E shënon Imam Ahmedi Buhariu prej Aishës radhiyallahu anha, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yusalli 11 rak'a. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka fal 11 rekate gjatë namazit të natës. Thot fa yasjudu sajda min zalika qadra ma yaqra ahadukum 50 aya. Thot sejdja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u zgatën aq sa njëri prej juve i knon 50 ajete. Domthon sejdën çaqe ka zgat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqë domthon u kanë për afërt nëse dikush domthon sa mundet për sa kohë i merr domthon recitimi 50 domthon ajete. Në këtë rast, çka shka e zgatën e zgat me 10 ose me 20 ose me 30 ose dikush e ndjek këtë shembull pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky është në shembullin e qanitin. Jo thjesht më çu me fal namazin e natës. Jo thjesht vetëm me ka përcjell me ngjy. Domthon ky zhytet në, domethënë në këtë, domethënë vlerë. Kuptimi tjetër i kunutit. E shënon Imam Ahmedi me Muslimi pe Abu Hurairës. Qila li nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'dilu al-jihad fi sabilillah azza wa jall. Qoftë i shpyet një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thonë ja Rasulullah, a ka doni vepër që i afrohet vlerës së luftës në rrugt të Allahut? A mund të doni vepër, më thonë, domethënë nëse do shpërblimin e luftës në rrugt të Allahut, banë çeket çaty pari është vepra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë la tastati'una, smuni ju me përballu. 2 herë, 3 herë i kanë thonë ja Rasulullah, përmena një vepër e cila është e barabartë me vlerën edhe sevapin e luftës në rrugt të Allahut. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për tretë herë thotë mathalul mujahidi fi sabilillahi kamathali as-sa'imi al-qa'imi al-qaniti bi ayati llahi la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji al-mujahid fi sabilillahi ta'ala. Sot shembulli i atij që lufton rrugt të Allahut, ose sikurse shembulli i njerit që fal namaz natë, edhe agjeron, edhe përmend këtu një detaj shumë të rëndësishëm. Thotë është qanit, agjeron, falet edhe është qanit. E shkaj be qanit, e shpjegon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yafturu min siyamin wala salat. Nuk hek dorë pi namazit dhe nuk hek dorë pi. Nuk e ka fetarin me periudha. Nuk e ka domethënë me motivacion, nuk e ka domethënë me momente të reflektimit, po e ka domethënë hin vird edhe s'del ky. Hin me një vird e çel një derë të ibadetit nuk del, thot ky i cili kur nuk hek dorë prej namazit natës apo pi agjerimit, thot sevapi i këtij është sikurse sevapi i atij që është në rrugt të Allahut, dhe thot ky që është në rrugt të Allahut derisa nuk u kthy në shtëpi, domethënë i ka sevapet e çeti. A ka dikush i cili nuk nalet kurrë prej kiamet apo kur prej agjerimit, domethënë megjithatë njerëzit kanë me pas domethënë ndërbere. Kur thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la yafturu min siyamin wala salat, nuk nalet, nuk zmbrapset prej namazit edhe prej domethënë agjerimit, e ka një domethënie që thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë wal qunutu dawamu ta'a wa huwa alladhi yuti'u Allah daima. Thotë çtu qunuti e ka për qëllim ai i cili bindjen dhe ibadetin ndaj Allahut e ka të përhershëm. Te para ke zhytët. Ndërkaq këtu, jo, këtu ky e ka ibadetin të përhershëm. E çel një derë të ibadetit, ama nuk e mshel. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thotë wal qunut yufassaru bi ashya kulluha tarju ila dawam at-ta'a. Thotë shumë interpretime ka se çka i bë qunuti, thotë këtë me bëmi mbledh i bie kur ta çersh një derë të ibadetit mos e mshel më. Kur ta çersh një derë të ibadetit, mos më mbyll derisa ta takosh Allahun subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymija në një vend tjetër thotë al qunut huwa dawamu at-ta'a wa ath-thabatu alayh. Thot kunuti është kur e çel një derë të ibadetit, edhe je i përhershëm, edhe je i qëndrueshëm, nuk ki kriza serioze në verd, nuk ki kriza serioze, domethënë me një derë për dyrëve të ibadetit. Kështu që në çikët kuptim qaniti, domethënë është ai i cili ka verd fort, edhe domethënë nuk largohet prej verdit të tij. Domethënë te para ke i pandërprer, te para ke qaniti ke rob i përkushtuar
dhe rob shumë i zhytur në ibadet, tash qaniti i bie një rob që është domethënë i vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm. Kuptimi i tretë. E shojmë Muslimi prej Zeid ibn Arqam thonë kunna natakallemu fi s-salati yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi s-salah. Thot kur ishmi tu fal në fillim, ku patar sefte urdhresa për namazin, kishmi lejes me fol ndërkohë që ishmi tu fal. Muj ke dikush mi fol, dikujt që e ka afër, domethënë teksa ishte duke fal namazin. Derisa zbriti ajeti kuranor, wa qumu lillahi qanitin. Çunu falë namazin me qunut. Çunu falë namazin me qunut. Thot fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam. Thot dhe urdhruam që të heshtim namaz, edhe të mos flasmi domethënë prej mohabeteve të dynjas. Zeidi po na i shpjegon që kunuti që ne është urdhruar neve namaz është mos me fol për mohabeteve dynjas, domethënë me lezu vesh Kur'an edhe mulut. Domethënë me pas vetëm ato frazat edhe pjesë që janë paraqaftuar domethënë për namazin. Këtë rast ku lidhet domethënë kunuti me bindjen, domethënë këtu ka heshtje. Njëri që bindet është i heshtun. Domethënë nuk është i bindur dikush i cili fjala bie për shkak i thotë diku kryej këtë punë thotë, "M'falem, a e patë këtë për qëllim ose çyshe menove, pse mund përgjigj?" Jo, ky veç e mshela dhe e kryen punën. Kunuti është, domethënë para urdhrave të Allahut ti nuk i fol. Kunuti është para urdhrave të Allahut ti veç nënshtrohet. Ku është heshtja? Heshtja është sinonimi i qetësisë dhe i nënshtrimit. Robi i cili është i nënshtruar ndaj Allahut, që është qanit, ai hesht para dispozitave të Allahut subhanahu wa taala. Thotë shumë Islami Temia, thotë ku i vjen kunuti në këtë rast? Wa qumu lillahi qanitin. Çu në fal namazin për Allahun duke qenë jo qanitin, të bindur të nënshtruar të heshtën. Thot sepse thot kunuti i bie mu koni fokusum te Allahu, e nëse kish mi fol namaz, si shmikon te Allahu. Nëse isha kanë tu dash mi lyp Allahu xhenetin, e kena duhet mi përgjigj dikujt për mohabet e dynjas, thot këtë rast nuk kena thot në kunut. Që i bie e para ke i zhytën ibadet është qanit. E dyta i vazhdueshëm i pandërprerë edhe i përhershëm i qëndrueshëm. E treta kunuti i bie ka ose qanit i bie robi i cili vëmendjen e ka te Allahu subhanahu wa taala. Domthon qanit është rob i fokusuar tek Allahu, jo vetëm i zhytur në ibadet, jo vetëm domethënë i qëndrueshëm, po edhe shumë i fokusuar tek Allahu subhanahu wa taala. Kuptimi i tretë thot Allahu subhanahu, qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima. Thot ai e kalon natën me kunut, duke qenë në sejdë, e duke qenë domthonjë në qiyam. Thot Ibn Kathiri rahimullah, thot fakti që këtu përmend edhe sejdë edhe qiyami. Ti shpërmend vesh qiyami, më shumë nën kuptu kunuti si qiyam, të qëndruarit në këmbë, sepse zakonisht vjen kunuti edhe në domethënë të qëndrimit në këmbë para Allahu subhanahu wa taala. Me po thot tu përmend kunuti edhe në sejdë. Ata thot me që u përmend edhe sejdja, thot istadalla bi hadhihi al-aya man dhahaba ila anna al-qunuta huwa al-khushu' fi as-salah. Thot me këtë janë argumentuar ata që kanë thonë kunuti është khushu'i. Kunuti është domethënë khushu'i që na kena domethënë namaz, për ulësia për Allahut, ndjenja e nënshtrimit dhe e për uljes edhe frikë respektit përpara Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Mandhuri wal qunutu al khushu'u wal iqraru bil ubudiyya. Thot kunuti është që ka ndjenja e për ulësisë kur ti e pranon që je rob. Kur ti e pranon që je rob. Nëse kena domethënë bamendjen më të fuqishme për më kthy te kuptimet të mëparshme. Domethënë, nëse kunuti ishte bindje te kuptimi gjuhësor, apo ai që është i nënshtruar edhe është rob, a çon krye? Krasi është qanit. Ose nëse kunuti është domethënë kozgjatja e ibadetit me zgat ibadetin, ai që është rob edhe ndjen që është rob, a këshir më shpejt me dal pi detyrës? Ose nëse kunuti është që përhershmëria në bindje, ai që domethënë është domethënë i nënshtruar edhe është i përulur para Allahut, e pranon që është rob, a ka alternativë, a ka zgjidhje, herë mu rebelu, herë mu kanë i bindur? Ose nëse kunuti është domethënë heshtje dhe vëmendje, a mundet me fol dikush para madhnisë Allahu subhanahu wa taala? Domethënë kunuti i bë bindje, i bë nënshtrim, i bë vazhdueshmëri, i bë qëndrueshmëri, edhe i bë heshtje dhe pranim të rolit tan të robit e jo domethënë një rol tjetër. Kështu që një rob i bindur, edhe i nënshtruar, lutet shumë. Një rob i bindur, i nënshtruar, i heshtur, i fokusuar te Zoti vet, lutet shumë. Për këtë arsye quhet lutja e kunutit. Për këtë arsye quhet lutja e kunutit, sepse në lutjen e kunutit në vitër mbledhet përulësia jote, ubudia jote, nevoja jote për Allahun, heshtja jote, përulësia që nënshtrimin që ki para Allahut subhanahu wa taala. Kur bën këto bashk, edhe realisht domethënë quhet domethënë kunut, edhe pse disa dietarë kanë përmend që një për arsye pse përmendet domethënë quhet kunut nga që nuk lexohet në të Kur'an, domethënë je i heshtur nga recitimi i Kur'anit, edhe vetëm i përgjërohesh Allahut subhanahu wa taala. Ndaj
Domethënë çdo e përshkruajtëm. Kaniti është rob i bindur, edhe i përkushtuar edhe i zhytën në ibadet. Kaniti është rob i vazhdueshëm edhe i pandërprer. Kaniti është rob i fokusuar tek Zoti i tij. Kaniti është rob i përulur edhe i qetë. Edhe është rob që lutet shumë edhe këtë lutje bën me përulësi. Nëse mbledh me keq çka, thotë Ibn Qutejbe në një prej shpjegimeve të tij, thotë nëse e këshymin Kur'an, herë vjen kunuti për qiyamin, herë vjen për namazin, herë vjen për duan, herë vjen që s'duhet me fol, herë vjen thotë që duhet me pranu ubudien ton për Allahun subhanallahu, herë vjen për bindjen, krej që tu thotë, nëse i mbledh thotë, keq që tu thotë barabart është bindja në nështrim. Thotë keq që tu, cila do vepër del pi nështrimit. Keq që tu vepra dhe keq që tu reflektimet veprave realisht dalin domthon prej nështrimit që kena për Allahun subhanahu wa taala. Dikush tjetër për ulemat e gjuhës ka thonë, nëse bën thot bash keq këto shpjegime, i bie që kush hin nudh edhe s'dal që kjo është kanit. Kush hin nudh edhe rri stabil derisa takoj Allahun subhanahu wa taala, që kjo është domethënë kanit. Atëherë tash tani e kena shumë atlet më kthy te konteksti i surës Az-Zumar. Sikur ta kishmi kuptuar, sikur ti shmikon arab original ose ti shmikon ata të cilët jena familiarizuar mirë me fjalën qunut edhe qanit edhe qanitin, s'kish pas nevojë për çka shpjegim. Tash, nëse e kena kuptuar çka i bë qanit edhe qunut, hajde tash i kthehemi domthon surës Az-Zumar ku Allah subhanahu wa taala po na ka thënë çka bën me çata qanitin. Allah azza wa jall, çka tha një ajet përpara? Funi ajetit që e shpjegum ligjratën e kaluam, qul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Tha, kënaqu ti me kufrin tënd edhe pak se ki më kon mas prom ti zjarmin e xhenemit. Kënaqu edhe pak. Kënaqu pak me këtë kufrin tënd se ki më kon prej banorëve të zjarmit të xhenemit. E nuk barazohen me këta ata të cilët kanë kunut natën. Sikur thot Allah, as po do më kon xhenem, banu qanit. Domthon vazhdimi i ajetit është përgjigje për ata të cilët thonë Zot e morën vesh ta xhenemlit që shkojnë në xhenem. E morën vesh pse këta shkojnë në xhenem. Na po duam i xhenet, e çu shkohet në xhenet? Xhenet shkohet me kunut, me frikë, me shpresë edhe me ilm. Duhet me pas nënshtrim te Allahut, duhet me pas frikë pe Allahut, edhe duhet me pas shpresë tek Allahu, edhe duhet me ndërtu fetarinë, domethënën me dije. Allah po thot, këta nuk janë sikur këta. Këta janë për xhenem, atëri bie që këta domethënën janë domethënën për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Innaka min ashabin nar, i thot. I fol në vetën e dytë, ti je pi banorëve zjarrit. Ti je pi banorëve zjarrit. Kurse te ajeti i dytë nuk thot ti, po veç e për shumë modelin ndjek edhe ti na krejt na. Krejt na kush jenat në qanitin, kush jenat në nështrum, himi se s'ka nevojë Allah se cilit mi thonë mirë të drejt për drejt ti. Mirë pa Allah gjere përmen në vetën e tretë, më ka thënë që kjo modeli, ai që e ndjek modelin, me lenë Allah domethënë e mbrin shpërblimin Allahut subhanahu wa taala. Çysh mund të bëhet dikush qanit? Çysh dikush për neve mund të bëhet qanit? Allahu po ja përgjigjen. Po thot: "Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima." Thot ai i cili e ka përcen natën me kunut, në sejdë dhe në qiyam. Këtë rast pi bie shka kunuti, pi bie domthon përulësia, ibadeti, nënshtrimin te Allahut, qiyami, zgjatja e ibadetit e kështu me radhë. Yahdharu al-akhira, edhe i ruhet ahiretit. S'ka thonë veç i tutet, i ruhet ahiretit. Wa yarju rahmat rabbi, edhe shpreson mëshirën e Zotit të vet. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, thuaj a barazohen ata që din me ata që nuk din. Razi thot, dije thot se çka ajet ka shumë thot sekrete. Thot fa awwaluha, sekreti i parë, Allahu te baraka taala e ka nis shembullin e modelit të përmend veprën dhe ka përfunduar të përmendën ilmin. S'ka thonë ja këta duhet me ditë, tani duhet me punu. Ai është qanit e di çka duhet me punu, tani veç i duhet dija për mja sforcu. Për arsye fillon një herë që këta bëjnë ibadet, e tani thot a barazon ata që dinë me ata që s'dinë. Ka shumë muslimanë të cilët investojnë ditën natë në dije kurse veprën s'ka kurrë hiç. A realisht, ky model i këtij ajeti thotë ky veç e nis punën. Ky nuk hulumton 5 vjet çysh i bë mu koni namazit natës. Ky e nis. Pastaj investon me dije për me mujt me sforcu domethënë si ibadet. Pastaj thotë wa hadha yadullu ala anna kamal al-insan mahsurun fi hadain al-maqsudain. Thotë ky ajet tregon se njeri mu kompletu do të mu kon ndërmjet ilmit edhe ndërmjet veprës. Domethënë, na herë forcohet njëna, sforcohet tjetra, mirë po nuk guxon këtu me pas diskrepancë të mëdha. Me investu ditën atë në dije e në ibadet më konë kërkon hiç. Ose me investu shumë në ibadet e më konë me dije domethënë kërkon hiç. Çka është dija dhe vepra e kanetëve? Veçoria e parë e këtij modeli të kanetëve, Allahu po përmend namazin e natës. Nuk po përmend për shembull kunutin e tyre gjatë ditës. Nuk po përmend domethënë përkushtimin e tyre ndaj Allahut subhanuhu teala që kanë këta në përditshmëri. Allahu po përmend që këta kanë kunut natën. Ta kanë kunut, domethënë natën. Thot Allah azza wa jall, qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima. Këta kanë kunut natën,
teksa janë në sejdë dhe janë në qiyam. Nuk përmend Kur'anin, dhikrin kështu më radh. Po më në kuptuar që kunuti tyne ka këtë ibadet që më reflektim, meditim, kanë dhikr, mendojnë shumë për Allahun, friksohen e kështu më radh, derisa domethënë e realizojnë domethënë kunutin e tyne. Mirë, po keni vëmendje thot ana al-layl. Thot ta e bëjnë për gjatë natës. Nuk thot e bëjnë në një pjesë të natës. Shumë është e rëndësishme kjo. Nuk ka thonë e bëjnë pjesën e tretë. Nuk ka thonë e bëjnë në mes të natës. Ana al-layl. Për gjatë natës, që i bie, ta kanë kunut në fillim të natës, kanë kunut ka mesi natës, kanë kunut ka funi natës. Shtrohet pyetja. A ka orë biologjike ai shon shkanit? A i dhen ati gjumi çdo natë që i vën këtë dynjajës me një vakt? Ky qysh është i parahatum që ky herë falet në fillim të natës, herë falet mes natës, herë falet në fund natës. A nuk e ka një orë biologjike, domethënë ai shon shkanit sikur se këtë dynjaja? Realisht domethënë këtu vjen edhe përgjigjja e dytë ose veçoria e dytë që vjen si përgjigje, a ka kushtimisht thon orë biologjike ai shon shkanit. Thot Allah azza wa jall, yahdharu al-akhirah. Ky thot është i friksuar për ahiretit. Kjo është i friksuar prej ahiretit. Frikën që ka për ahiretit, i sforcohet natën. Sa ai i cili është kanit, edhe ditën tutet prej hidhrimit të Allahut. Ai edhe ditën e mendon që ka ditë gjykimi edhe mund të mi kushtu shtrajt. A më natën i sforcohet kjo. Natën i sforcohet kjo dhe kjo ja prish renin e xhumit atij që është kanit. Saksisht, nëse na kishmi dash me e shpjegu këtë në realitetin ton të përditshëm. Për shembull, nëse ti je të prit një rezultat që është jetik për ty. Një rezultat, nesër ka mendoj rezultat është jetik për ty. A është shumë e natyrshme me thonën gjithë natën s'ka zonë xhumi? Nga frika e mospranimit s'ka zonë xhumi. Çështo janë kanit tin, tutën se nuk po i pranon Allahu. Ose edhe tjetra. Nëse e ke nesër një takim me dikët që duhet me lani borxh, e s'po bën rrenat me lat borxh. A është shumë e natyrshme me thonën gjithë natën nuk më ka zonë xhumi? Po, gjithë natën jam koni para atum. 2-3 herë më ka zonë xhumi, 2-3 herë më ka dal xhumi. E Allah thot ana al-layl, këta për gjatë natës nuk janë rahat. E zë xhumi del, pse? Se është shumë e natyrshme te ai i cili ka shumë frikë, edhe ai që ka domethënë shumë shpresë. Ky ka shpresë për pranim, ky srahatohet, e pret me shumë hare, domethënë apo më del pranimi apo nuk po më del pranimi. Edhe ai që ka frikë në mos po dënohet, domethënë e ka njëjtën gjë. Saksisht Allah subhanahu wa taala na tregon që në një farë forme, po na jep një farë domethënie që me e pasë namazin e natës, si rrjedhim i frikës, edhe i shpresës treguesi mirë. Se njerëzit që kalojnë në rrafsh nuk mundën me nxjerr këtë në prioritet. Njerëzit që kanë në rrafsh çështjen e llogarisë nuk mundën me nxjerr në prioritet. Ndaj thot Allah subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'." Ata shtrihen me fletë edhe qohen prej shtretërve të tyre. Ka mujt Allah direkt më ka thënë se këta qohen më fal. Po njerë përmendin detaj se këta nuk janë që si e din rrenin dynjas. Edhe këta shtrihen me fletë si këtë dynjë. Me po thot, masi shtrihen, masi dojnë me pushu, thot qohen sepse yad'un rabbahum khawfan wa tama'a, qohen me lut Zotin e tyre me shpresë dhe me frikë, wa mimma razaqnahum yunfiqun, edhe pastaj për asaj që na i kemi dhënë ata japin. Keni vëmendjen, shtrihen, kënaqen me shtratin, me xhumin, kështu me radh, ju prishet ratia, zgjohen me boj ibadet, shkaku i frikës edhe i shpresës, ama nuk e përfundojnë çto. Me energjinë e namazit natës nesër ata japin. Përfundon ajeti, wa mimma razaqnahum yunfiqun, për asaj që na japim, ata furnizojnë, është një tregues që njeriu që ka namaz natë shumë më dorën e xhanë ka nesër, domethënë gjatë ditës. Domethënë, sepse ai kur xhumin e sakrifikon për Allahun, lekun e konsideron domethënë sakrificën më të lehtë. Nëse xhumi që është natyrshmëria e çdo njeri të pasur të varfrit, se çdo njeri duhet me flet, nëse kjo ja ka prish të menu ahiretin, kjo pjesa domethënë pastaj e dhënjes si duket edhe domethënë shumë më e lehtë. Keni vëmendjen, tatajafa junubuhum 'anil madaji', shtrihen me fletë edhe zgjohen prej shtretërve të tyre. Më na tregu dikush për gajlet edhe hallet e kësaj dynjaje, që mu prish xhumi, mu prish radhllëki. Sun fleta gjithë natën, 2 herë më ka zonë xhumi edhe jam zgju. Me u kon mohabeti hallave të dynjas. A e kena krejt ditën para se shqipe? Këtë çto. A ka dikush më thon, nuk muj me kuptu çysh një njeri nuk flen natën pi gajleve. Ose ko mor vesh për njërin që nuk flet pi gajleve, po habi çysh njeri mos me flet pse ka gajle. A është domon për neve diçka e pranuar natyrshme? Është e natyrshme për neve se na kena me të gajlet e dynjas. Edhe na i dimi galet një i tjetrit, se na të dynjas, ata të dynjas edhe dimi që na të vujt për dynjas. Hajde këshimi selefi çfarë gajle ka pasur. Sheddad ibn Ausi shtrihej për me flet, thotë ju prish ke xhumi dhe rrotulloi sikurse një bërthom në tigan, edhe thoshte Allahumma inna dhikra jahannama la yad'ani anam. Thoshte o Zot, kjo që po më rrin mend xhehenemi s'po më lë me flet. Kjo që po më rrin xhehenemin mend nuk po më luaj me bë xhum. Ose përmendet për Tausin që u shtrike me fletë edhe smujke me zonë xhumi, edhe thoshte
tajjara dhikru jahannama nawm al-abidin, gjumin e ibadetxhive e ka flytyrue kujtesa për xhehenemin. Mos s'po mundet mu rahatu, domthon gjumi të ibadetxhit, shkaku domethënë i kujtimit të xhehenemit. Malik ibn Dinari thot, bia e Rabi ibn Khuthemit i ka thonë babës vet, ja abati malaka la tanam wan nas yanamun. Thot o babam, thot pse ti s'fle këtë dynjaja fle. I thot babës vet Rabi ibn Khuthemit me imamëve selef, thot çka puna që këtë dynjaja fle vesh ti s'fle. Thot inna an-nara la tad'a abaka yanam. Thot zjarri babën ton selam e flet. Xhehenemi ja ka prish domthon renin e gjumit domthon babës tan. Çfarë reni? E shënon Muhamedi në librin e tij Zuhd prej Sufjanit, thot më është treguar që nana e Rabi ibn Khuthemit thot i ka thonë një herë djalit vet, ja Rabi, ala tanam. Thot o Rabi, çka kjo punë që ti s'le kur? Çka kjo punë që ti nuk ratohesh natën sikur ke dynjaja? Thot ja umma man junna alayhi al-layl wa huwa yakhafu sayyiati haqqa lahu an la yanam. Thot oj non, thot në njeri që ka shumë zullume, një njeri që ka bërë shumë keq, zoro me flet natën. Një njeri thot që ka shumë barrat, mëkatit, gabimeve, shumë zor thot me flet natën. I thot falama balagat wa ra'at ma yulqa min al-bukai wa sahar nadathu fa qalet. Kur e ka pa që kur qysh po sporatohet me kohë të gjatë, me muaj, me vite, domethënë Rabi ibn Khuthemi, i thot ja bunay la'allaka qatalt. Thot mos është xhali jam thot që ti ke myt në njëri pe më mshaft. E pastaj thot naam ya walidatu qad qataltu qatilan. Thot po, thot nona jam thot I kom durt për lyme me gjak, kom vrar njëri. E pastaj thot wa man hadha al-qatil ya bunay hatta natahammal ahlihi fayughfar lak. Thot kush është ai që ti pas hin hak, pas që belet shkomi nashta domthon ta falin. Wallahi law ya'lamuna ma talqa min as-sahri wal buka ba'd laqad rahimuk. Thot me të pa ata që tu hek pi pa xhumsisë edhe pi qëndrimit zgjuar natën, thot moti ta kishin fal. Thot ja walidatu hiya nafsi, thot e kom myt vetveten. Thot ai që unë I kom hin hak, e sum po baj xhum rahat, e që I kom po lyt durt e mia, thot është domethënë nefsi jam, domethënë ja kom bë shumë keq vetvetes. Muadha bint Abdullah, njëra prej grave të devotshme që e përmend Sir Alami ibn Bela Imam Dhahabiu, thot ajibtu li aynin tanam wa qad alimat tul ar-ruqad fi dhulm al-qubur. Thot çuditna me një sy që mund të mur hatu me xhum, a e di sa terr, edhe ai e di se sa terr është në varr edhe shumë gat kena me nejt aty. Qysh mund të mur hatu këtë njeri domethënë në syni për me flet, edhe nuk e kon konsiderat domethënë në kohën e gjatë që kam qenë në errësirën e varrit, dhe nun el Mesri thotë kom taku një djalë, e kom taku thot udhës një djalë ibadetxhi, thotë jam kon udhës për haxh dhe kom hub udhën, thotë kom taku një ibadetxhi, thotë kom pas që ky nuk është si tjerët. E kom pa që ky nuk është si tjerë, kom thonë ma jap një këshill, edhe I ka thonë ma alimta anna jahannama asharat layal al-muridin. Thot a nuk I mor vesh që xhehenemi I kalon pa gjum ambiciozët e mëdhaj që synojnë xhenetin. Thot wa aqrahat qulub al-abidin, a nuk e di se xhehenemi I ka plagos zemrat e ibadetxhive. Edhe pastaj ja ka recitu fjalën e Allahu subhanahu wa taala, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, shumë pak natën janë shtri, wa bil asharihum yastaghfirun, edhe vaksi fyt kanë bërë shumë istighfar. Domethënë, është shumë thelpsore me bëni pyetje, pse çeta njerëz, çeta qanitin e gjallnojnë natën me ibadet edhe bojnë shumë istighfar. Allahu po thot, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Ata e kalojnë natën me qunut në sejdë dhe në qiyam, sepse kanë frikë ahiretin edhe shpresojnë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, veçoria e tretë është shpresa tek rahmeti I Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, kaniti shpreson, kaniti e ka fiksim xhenetin, kaniti për llogaritë I ka me ahiret, kaniti e çohet mu fal natën, thotë ndoshta që kjo sejdë ka më shpëtu, çohet me lezu Kur'an, thotë ndoshta që ky xhuz nesër ban dallimin për me xhenet. Shqohet edhe I ban istighfar Allahut, edhe I ban dhikr, thotë ndoshta që tu vepra nesër e bojnë një shkallë tutje me shku në xhenetin Allahut, më shumë se sa ndoshta, domethënë veç me shpëtu, tan kohën kaniti rri me imagjinatën e xhenetit. Tan kohën rri me, domethënë presionin e fuqishëm, sepse xheneti për ta është projekti më I madh. Xheneti është domethënë plani më I madh. Xheneti është ëndra më e madhe. Ibn al-Jawzi thotë kështu: himmatul mu'min muta'alliqatun bil akhirah. Ambiciet edhe gajlet edhe ëndrat e besimtarit janë këtë të lidhta me ahiretin. Këtë janë të lidhta me ahiretin. Fa kullu ma fi dunya yuharrikuhu ila dhikri al-akhirah. Shka ka në dynjë e lëviz qanitin, robin e devotshëm e lëviz drejt ahiretit. Thot
wa kullu men shughlu, thot wa kullu men shaghalahu shay fa himmatuhu shughlu. Se njëri që prekupohet me diçka, thot prekupimi, thot e çon ka çaj mohabet. Thot a ki pa njerëzit, thot, nëse hinë me një shtëpi shumë të bukur. Thot zgjuktari i këshyr thot produktet e drunit. Thot ai i cili thot ka punu thot me lyme i këshyr se si është ly. Ai që thot ka të bëjë me ndërtime me arkitekturë, thot i këshyr detajet e ndërtimit të kështu me radhë. Thot çështu thot është domethënë besimtari kur e sheh errësirën i kujtohet tema e vet, varri. Se çka temë thot e ka ky. Se ka temë i këshyr domethënë ç'sh janë ly, ç'nuk janë ly. Ç'sh janë ndërtuar, ç'nuk janë ndërtuar. Ç'sh janë stolisa, ç'nuk janë. Nuk ka tema e vet kjo. Temat e zrugtarit janë zrugtarit, temat e ndërtuesit janë temat e tij. Këtu nuk janë temat e atij i cili është kanit. Thot errësira, thot ja kujton varrin. Dhimbja që mund të më marrë në jetë për diçkaje, thot e kujton çka nëse nesër pësoj dhimbje për i dënimit Allahu subhanahu taala. Thot nëse i vjen një zonjë trishtueshëm, më herë thot i kujtohet fryrja e surit. Thot nëse i shën njerëzit fjetun, i dokun, i kujtohen thot vdekurit në përvarrat e tyre. Po thot kur ti vjen ai çefi kësaj dynjaje, më herë thot aktivizohet çefi për xhenet. Sepse e merr thot sikurse mesazh, nëse Allahu këtu po më jep çështu, atë do të më punu për me fitue çefin xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma 'indahu annahu yatakhayalu dawam al-baqa'i fi al-janna. Mas shumë ti shka i rrin krye thot, këtij i cili është i devotshëm, thot imagjinata çish ka me jetu për herë në xhenet. Imagjinata çish ka me jetu kur pa nal, pa sos, kur pa u kufizu çefet e xhenetit, thot kjo i rri thot tankon në kokë, thot fa yakadu idha takhayala nafsuhu mutaqalliban fi tilka al-ladhati daima allati la tafna yatishu faraha wa yashalu alayhi ma fi at-tariq ilayha. Thot dhe kur robi thot rri shumë i fokusuar me çka shpresë që komin në xhenet, edhe paramenon vetën tu kënaq në për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala në kënaqësitë e përhershme, thot sikurse i vjen thot me flitiru thot pi çefit, edhe thot gjithçka në rrugë thot i bëhet e lehtë. Sikurse thot ai i cili thot përmallohet për çapën edhe ban gabull me ecën kom drejt saj. Kur e ka shujt Ibn Xhauzi ket nuk ka qenë mjetet e transportit sodit. Thot a keni dikush i shkon Mekë, kënaqet edhe ju ka përmalluar zemra për çapën, edhe domthoni përmend domthoni lodhet. Thot çështu thot ky i cili është i përmalluar për xhenetin e Allahut te barekuhu teala, thot tankon gjithçka i duket e lehtë derinsa ta mbrojë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, thumma yatakhayalu al-mu'min dukhul an-nar wal-uquba. Ama thot nuk rri thot ky veç me këtë. Thot ky imagjinon edhe hyrjen në zjarrin e xhenemit. Imagjinon edhe dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Thot fa qalbuhu ha'imun fi bayda'i shawqi tara wa fi sahra'i al-khawfi ukhra fama yara al-bunyan. Thot zemra besimtarit ndërmjet fushës së shpresës dhe shkretirës së frikës, thot nuk ka të mujt me i pa ndërtesat. Domethënë tu si ndërmjet një fushë ke shpresë, edhe ndërmjet një shkretinë ke frikë, thot nuk ka të mujt mi pa, domethënë shkon ndërtu, domethënë rreth ti, thot fa idha nazalahu al-maut qawiya dhannuhu bis-salamati wa raja li nafsihi an-najat. E kur ti vije vdekja që tani jetën ka jetuar mes këtyre dyjave, kur ti vije vdekja, thot nis muratu edhe i sforcohet shpresa në Allahun, fa hunu alay, edhe i bëhet e lehtë madje edhe vdekja. I bëhet e lehtë vdekja, fa idha nazala ila al-qabr wa ja'ahu ma yas'aluna qala ba'dhum li ba'din da'uhu famastaraha ila as-sa'a. Thotë kur të arshojnë në varr, edhe vinë ata që kanë marrë me pyet, masi të kryet pyetja thonë, lene se u rahatu. Lene se ta një jetën e ka pas shket gajle. Lene se kjo rahatu, se e mbrini çka ka pas ëndër. E realizoi projektin e vet të madh që ka pas, domethënë gjithë jetën. Domethënë do të më bë bashk frika edhe shpresa për xhenetin dhe frika dhe shpresa për xhenemin. Shpresa me shpëtu, edhe frika mos më na kap. Po edhe frika mos pe hupni xhenetin, edhe shpresa me fitu xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Ndaj dikush i ka thonë dikujt, a mundesh më marrni këshill me ma përkufizu keq këtë mohabet. Ka thonë veç menoje sa i gjanë në xheneti, gjerësia e cilit është sa qiell dhe toka, imagjino me pa me pru punën mos me pas vend me shti komën ti aty. Imagjino domthon sa dush mu paskon në shpërfillës. Sa o dash domthon mu paskon këtë jashtë projektit me pru punën ti mos me mujt me shti komën në xhenet. Gjerësia e cilit është sa qejt, domethënë edhe toka. Keni vëmendjen po e përsëris, Kaniti është rob i bindun dhe i përkushtuar dhe i zhytur në ibadet. Kaniti është rob i vazhdueshëm dhe i pandërprer, është rob i fokusuar tek Zoti i tij, është rob i për ulur dhe i qetë, lutet shumë dhe këtë lutje e bën me përulsi, mirë po edhe u fal kanatën. Jo ke që tu mi përmend, domethënë në përgjithësi, e ka një veçanti, falet natën edhe xhalon natën, edhe ka shumë frikë edhe ka shumë shpresë. Ka shumë frikë edhe ka shumë shpresë. Çish bëhet njëri i ktill? Çish mu bë vllazni Kanitin?
Allahu po e përgjigjen në veçorinë e katërt. Tha Allahu azza wa jall: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, a barazon ata që din me ata që s'din. Dosh me ditë për më bë kanitin. Dosh me investu në ilm, nuk mundet pa ilm më bë kjo. Kjo projekt i madh. Domethënë ti më thon më bë kanitin, që ta e kanë çështu. Garantum xhenetin edhe janë çka është veçantë tek Allahu dhe kjo më bë dyshim me rastësi. Më bë domthon me dituri modeste, më bë me dituri kalimtare, më bë me ngjyme, jo nuk bëhet me ngjyme kjo. Mumi mu josh, mundet me nërë interesant, mundet me nërë do këshumë projekt i madh, me për mas pramti, domethënë nuk bëhet kjo pa investim të madh ndje dhe kjo është edhe në punë të dynjës. Domethënë, mësohemi deri me një shkallë edhe e dimi se gradohemi deri me një shkallë. Domi me shku pak më natona, do të me investu pak më shumë ndje. Do të me investu pak më shumë në aftësimin ton për këtë azi, domethënë me çat, ndaj kjo ka të bëj me e pati si projekt madh më bë kanit, me fitu xhenetin e Allahut dhe pastaj me investu me dije, saktësisht thotë Sheikhul Islam Temia, fa ahlul khawfi lillahi war raja'i lahu hum ahlul ilmi alladhina madahumullah. Ata të cilët thotë kanë të fortë shpresën Allahun, edhe frikën Allahun, thotë këta janë njerëz të dishëm që Allahu subhanahu wa taala i ka lavdruar dhe çu përfundon ajeti. Keni vëmendje se ajetet kur përfundojnë do të më pas një fokus të jashtëzakonshëm për me mujt me marr mesazhin, çfarë dashni thon Allahu. Na ka thënë Allahu se këta e ka përcjell natën me kunut. Na ka thënë Allahu se këta kanë frikë, kanë shpresë edhe kanë ilm. Edhe mas nuk t'i tha, inna me yatadhakkaru ulul albab, mundët me morë mësim kush është i mëshëm. Mundët me morë mësim kush është i mëshëm. Shka mesazhi këtu, Allahu subhanahu wa taala i bie që i mëshëm është çaj që joshët nga ideja të qenit kanit. Domethënë, më pason që ky ders çysh më bëa shumë i pasur. Çysh më bëa shumë i suksesshëm, çysh më bëa shumë i autoritetshëm. Çysh është formula për të bërë me na vitit kështu edhe ashtu. Domethënë, kuna do që ju kish interesu, kush do që i shkoni interesu për çat arritje, e kish pa domethënë çket udhëzim, si udhëzim praktik, domethënë një Ciceron praktik se si më mrri për një periudhë caktuar çeto. Për arsye si të bësh janë librat më të kërkuara. Ama Allahu po na ka thonë çish më bëu kanit, e kjo i vjen interesant veç do njerëzve, si vjen keve. Shumicës nuk i vjen interesant. Çetash, mas dersit, më na ka thënë dikush ç'mi bën 1 milion euro, ose më na treguat ç'më bën një pasuri të caktuar, domethënë na me 10 herë më shumë vëmendje kena. Na me shumë seriozitet, madje në gjendja me familje me sakrifiku. Mi thon 10 vjet s'ka çefe, s'ka dalme, s'ka kët dhe kët, se unë du me mbrin çtu më në 10 vjet. Edhe dens ta bëj ëndrrën teme nuk du kur kush mundon nudhe. Sepse ky ja beson që ja vlen. Let besoje që ja vlen. Ti dush me besu nëse i mëshëm ja vlen mu bë kanit. Ja vlen mu bë domethënë kanit, thot Ebu Hamid el-Ghazali, kur vjen te çka pjesa me të vërtet merr mësim edhe merr ibret ai që i mëshëm. Thot فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب. Thot ai i cili i jep përparësi mashtrimeve të dynjas, kundrejt kënaqësive të ahiretit, s'mundet thot ky njeri më koni mëshëm. S'mundet më koni mëshëm. Domthon ky i cili domthon kët matin e ka me çefe, kët matin e ka me kënaqësitë e kësaj dynjaje, kët matin e ka me arritje kësaj, nuk mundet thot ky më koni mëshur. Walidhalika la tankashif lahu asrarul kitab. Ndaj këtyre njerëzve nuk ju shfaqen sekretet e librit të Allahut. Kjo e lexon Kur'anin, kur njet nuk është josh nga ideja të qenit kanit. Unë nuk po du me nxjerr si pyetësor, le të jetë ndoshta bash bisedimi joni mas dersit. Kur e kanë shumë kurrështar me ditë, shumë Allah i përmend, wa qumu lillahi qanitin. Çunu për Allahun qanitin, shkëbe qanitin. Çka u thon Allahu më kon? Çka puli pa Allahu më kon? Mona lexomi Kur'an që 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet. Kur e kena menu shkëbe qunuti dhe shkëbe të qenit kanit, domethënë nuk joshemi sepse nuk e dimi çfarë projekti i bie, domethënë të jesh projektin e kunutit, elusi Allahu azza wa jall me na mundsu kunutin që na çon xhenetin e tij. Po e bëj një dua që ka bëu Muavia radhiyallahu anhu në një prej lutjeve të tij, ka thonë Allahumma watajawaz bi hilmika an jahli man lam yarju ghayrak. Thotë Zot me butësinë tënde të i kaloj gabimet e xehlit të atij që nuk ka shpresuar kur kanë përveç teje. Elusi Allahu me kompjutin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.